por I takohemi sërish pas ta quajmë një pauzë kështu verore dhe po takohemi në një format pak më ndryshe, pak më relaks, një pasdite pak që t'i përshtatemi dhe sezonës të cilën ndodhemi, një pasdite vere, domethënë, së bashku ti freskojmë, le të themi kështu, këto pasdite verore. Do ndjekim shumë kronika së bashku, materiale, muzikë të ndryshme, si që kërkon edhe vetë Vera, edhe për të hapur emisionin e sotshëm, duke shpresuar gjithmonë që po kaloni sa më bukur këtë stinë dhe pushimet po ju shkojnë ashtu siç keni dëshirë, qoftë ju që vetë se keni ikur, apo dhe ju që po planifikoni akoma për të shkuar, urojoj që gjithçka të shkojë mirë. Po e hapim emisionin e sotëm me Trend Alert. Është kronika që do ndjekim në vijim, ka të bëjë me trendet më të fundit në shumë sfera, po kësaj radhe sot do ndjekim Trend Alert për sa I përket modës. Shumë nga ne të interesuar në këtë sferë, besoj shohim gjithandej në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, shumë influencere, blogere e gjithçka tjetër duke reklamuar modën më të fundit. Se çfarë trende duhet të ndjekim si vjet ose të paktën mund të kemi mundësinë, le të themi, të shohim më tepër, e kuptojmë në kronika në vijim dhe rikthehemi sërish në studio.
të mos veshim diçka vetëm sepse është në modë, por ta marrim trendin dhe ta bëjmë tonin, sepse në fund të ditës mund të kemi të njëjtat kapri, të njëjtën bandana, të njëjtin model fustani apo të njëjtat këpucë, por mënyra se si e veshim është ajo që e bën stilin personal. Kështu që nëse këtë verë doni të provoni diçka E tash të dashur, pas Trend Alerts dhe gjithçka që ndëgjuam rreth trendeve më të fundit të modës për këtë verë, do ndjekim lajmet më pozitive të ditës. Atëherë, një nga lajmet më pozitive që lidhet drejt për drejt me jetën e përditshme vjen nga rrugët. Të dhënat e fundit globale tregojnë se numri i aksidenteve rrugore është ulur me rreth 21% që nga viti 2011, edhe pse gjatë kësaj periudhe numri i automjeteve në botë është rritur me më shumë se 1 miliard. Përmirësimi lidhet me disa faktorë: automjete më të sigurta, teknologji më të avancuare për parandalimin e aksidenteve, kontrolle më të mira dhe masa më të forta për sigurinë në trafik. Sigurisht, aksidentet rrugore mbeten një problem serioz në shumë vende dhe puna për t'i parandaluar nuk ka përfunduar. Por shifra tregon diçka të rëndësishme se rrugët mund të bëhen më të sigurta. Vazhdojmë në lajmin tjetër që ka të bëjë me Gen Z apo gjeneratën Z, e cila po zbulon një hobi të vjetër, vëzhgimin e shpendëve. Në një kohë kur telefonat dhe rrjetet sociale janë pjesë e pandashme e jetës së të rinjve, një aktivitet shumë i qetë po fiton popularitet. Vëzhgimi i shpendëve ose birdwatching po tërheq gjithnjë më shumë pjesëtar të gjeneratës Z. Dikur mund të imagjinonim se ky ishte një hobi kryesisht për njerëzit më të rritur apo më në moshë le ta quajmë, por sot të rinj po marrin dylbit kamerat dhe telefonat e tyre dhe po dalin në natyrë për të kërkuar e fotografuar lloje të ndryshme shpendësh. Dhe në fakt, ky aktivitet është shumë i përshtatshëm për epokën e rrjeteve sociale nga sa mund të duket. Besoj për faktin që mund të ndahen edhe fotografi apo video me njëri tjetrin. Vazhdojmë tek cilësia e ajrit në Europë, e cila siç duket po përmirësohet, një lajm tejet pozitiv për gjithë ne. Një tjetër lajm vjen nga ambienti dhe këtë herë bëhet fjalë për diçka që të gjithë e përjetojmë çdo ditë, që ka të bëjë me ajrin. Të dhënat e fundit europiane tregojnë për përmirësime të rëndësishme në cilësinë e ajrit gjatë dekadës së fundit. Ndotës të ndryshëm të lidhur me industrinë, energjinë dhe transportin kanë shënuar rënien në shumë pjesë të Europës. Përmirësimet lidhen me përdorimin më të madh të teknologjive më të pastra, standarde më të forta për automjetet dhe industrinë, si dhe rritjen e energjisë së rinovueshme. Domethënë, kjo është një prej atyre historive që nuk e shohim ndonjëherë, por gjithsesi e ndjejmë me kalimin e kohës edhe në shëndetin tonë po ashtu. Një tjetër lajm pozitiv vjen nga natyra apo nga bota e kafshëve, ta quajmë kështu, është bëhet fjalë për elefantin e fundit të cirkut, i cili tani po shijon një jetë të re. Është një histori shumë frymëzuese dhe ngrohtë, e cila vjen nga Portugalia. Një elefant që kaloi rreth 40 vite duke punuar në cirk, tani ka nisur një kapitull krejt tjetër të jetës. Elefanti, i cili ishte kafsha e fundit e cirkut në Portugali, tani jeton në një sanctuary apo në një vend të mbrojtës ndaj kafshëve të madh natyror prej rreth 1000 hektar. Pas dekadash të kaluara duke performuar, ai tani ka hapësirë për të lëvizur, për të eksploruar dhe për të jetuar në një ambient shumë të përshtatshëm për nevojat e tij natyrore. Vazhdojmë po ashtu, akoma jemi tek pjesa e specieve apo kafshëve, të cilat bëhet fjalë për 350 specie të kërcënuara të cilat po marrin mbështetje, domethënë i rikthehen, le ta quajmë kështu, jetës. Një tjetër lajm i mirë vjen nga Anglia, ku më shumë se 350 specie të kërcënuara do përfitojnë nga projekte të reja për mbrojtjen e natyrës.
Në total bëhet fjalë për 364 specie që do përfshihen në 130 projekte të ndryshme. Programet përfshin kafsh, bimë dhe organizma të tjerë që përballen me rrezikun e zhdukjes. Mes tyre janë specie të ralla fluturash, peshq, kafsh ujore dhe bimë që ka nevojë për kushte më të mira për të mbijetuar dhe për të shumuar. Mbështetja do përdoret për projekte që synojnë rikthimin e habitateve, mbrojtjen e specieve dhe krijimin e kushteve që ato do mund të shumohen përsëri në natyrë. Po ashtu një tjetër lajm pozitiv kësaj radhe nga brigjet e Brazilit dhe ka të bëjë me balenat. Balenat me gunga po rikthehen në brigjet e Brazilit. Një prej spektakleve më të bukura të natyrës po bëhet gjithnjë e më i dukshëm në brigjet e Brazilit. Popullsia e balenave me gunga është rritur fuqishëm që nga përfundimi i gjuetisë komerciale të balenave. Sipas të dhënave të raportuara së fundmi, popullsia atyre në këtë rajon është rritur rreth 27 herë që nga periudha kur gjuetia atyre u ndalua. Kjo do të thotë se sot, gjatë sezonit të migrimit, gjithnjë më shumë balena mund të shihen në ujërat pranë Bregdetit brazilian. Balenat me gunga udhtojnë mijëra kilometra gjatë migrimeve të tyre dhe brigjet e Brazilit janë ndër zonat ku ato kthehen për tu shumuar. Rikthimi i tyre është një shembull shumë i bukur i asaj që mund ndodh kur një specie mbrohet dhe i jepet kohë të rikuperohet. Tash lajmi tjetër që na vije bëhet fjalë për një gjë që besoj shumica prej nesh e përdorin çdo ditë. Kafeja e përdorur mund të marrë një jetë të dytë. Nëse mendoni se filxhani i kafes përfundon në momentin kur e pim, shkencëtarët po na tregojnë se mund të ketë edhe një kapitull tjetër. Mbetjet e kafes së përdorur po studiohen si një burim që mund shfrytëzohet për prodhimin e materialeve dhe biokarburanteve. Një proces i ri mund përpunojë llumin e kafes në rreth 1 orë, duke e kthyer atë në lëndë të parë që mund përdoret në procese të tjera. Kjo është interesante sepse kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe përpasoj prodhon edhe sasi të mëdha mbetjesh. Siç duket, pyjet e Skocisë do shohojnë një ringjallje, një rikthim, sepse 11 milion farë do rikthehen në pyjet e saj. Një farë mund duket si diçka shumë e vogël, por gjithsesi miliona fara së bashku mund të jenë fillimi i një pylli të ri. Në Skoci, vullnetarë kanë mbledhur më shumë se 11 milion fara në kuadër të përpjekjeve për të rikthyer pyjet vendase. Farat mblidhen, ruhen dhe përdoren për të rritur pemë të reja me synimin që ato të kthehen në pjesë të ekosistemeve lokale. Dhe këtu, po ashtu ka diçka shumë simbolike, një pemë nuk rritet brenda një dita e kërkon vite, kështu që një pyll kërkon edhe më shumë. Kështu që njerëzit që mbledhin këto fara sot, ndoshta nuk do ta shohin vetë gjithë rezultatin e punës së tyre, po ata gjithsesi po japin kontributin ndaj natyrës, kontributin e tyre të cilin do ta shijojnë, do ta vlerësojnë dhe do ta kenë pranë tyre gjenerata më radh. Në verë dhe shumicën e kohës me pushime, kronika që vije në vijim dhe që do na përcjellë, do na prezantoj plazhe, vende në malë, lokacione të ndryshme, liqe, lumeni, shumë le themi lokacione apo vendodhje apo vende relaksi ku mund të gjejmë qoftë atë mbështetjen, relaksin, emocionin që duam apo thjesht një pushim, sado i gjatë apo i shkurtër të mund të jetë ai. Kështu që bëhet fjalë për hartën e verës që sot na dërgon në Seychelles. Për cilin plazh atje, për cilin ishull, se çfarë përmban dhe se a do donim ta vizitonim, ndoshta ndonjëherë nga ju apo neve këtu na mbushët dhe mendja na pëlqen, ndjekim kronikën e vijim dhe rikthehemi më pas sërish. Pak i vështirë për tu shqiptuar, por pamja e tij është shumë e lehtë për tu mbajtur mend. Sa po shikon fotografitë e këtij vendi, e kupton se pse është bërë kaq i famshëm. Shkëmbinjt mëdhenj graniti me forma të pazakonta, rërë e bardh, ujëra të cekta me nuk është një ishull i madh, dhe ndoshta kjo është pjesë e bukurisë së tij. Jeta atje është shumë e qetë se në shumë destinacione të tjera turistike. Në vend të rrugëve të mbushura me makina dhe trafiku të vazhdueshëm, një nga mënyrat më karakteristike për të lëvizur në ishull është biçikleta. Sipërfaqe ekziston një botë krejt tjetër. Peshq tropikal, korale, breshka detare dhe një shumë llojshmëri e madhe e jetës detare. Pra edhe kur duket sikur po bëjmë vetëm pushime në plazh, në të vërtetë jemi në mes të një prej ekosistemeve më nëse jeni nga ata që duan thjesht të shtrihen dhe të harrojnë telefonin për disa orë, edhe kjo është e mundur. Dhe ndoshta kjo është një prej lukseve më të mëdha të pushimeve.
të mos kesh asgjë urgjente për të bërë, të dëgjosh vetëm detin, të shohësh diellin duke ndryshuar ngjyrën e ujit, dhe të kuptosh se nuk ke pse ta fotografosh çdo moment. Në mëngjes drita është më e butë, në mesditë ngjyrat bëhen më të forta dhe në mbrëmje kur dielli fillon të ulet, shkëmbin marrin një tjetër ngjyrë. Suar që keni kaluar mirë me ne dhe po ashtu sadopak ju kemi bërë pas ditën verore pak më relaksuese dhe pak më pozitive, unë po ju përshëndes edhe për sot për të ritakuar sërish të mërkurën në të njëjtën kohë në pasditë verës.